Syri i Kaltër, një nga destinacionet më të njohura turistike në jug të Shqipërisë, vazhdon të tërheqë vizitor nga e gjithë bota. Me ujin e tij të kristallt dhe ngjyrat mahnitëse, kjo mrekulli natyrore lë mbresa të veçanta tek turistët që e vizitojnë për herë të parë. Është një mrekulli natyrore, na pëlqen shumë dhe tani duam të bëjmë edhe disa fotografi. Syri i Kaltër është shumë i bukur dhe uji është jashtëzakonisht i kthjellët. Jam e mahnitur nga pastërtia e ujit në Shqipëri, sidomos në vende si Syri i Kaltër, ku uji del nga thellësia e tokës. Po udhëtoj me një grup dhe nuk kam marrë shumë informacion paraprakisht. Më kanë thënë thjesht se do të shkojmë në këtë vend dhe unë kam vendosur ta vizitoj. It's very nice. Është si një perlë fshehur, një parajsë e vogël natyrore, më ka lënë pa fjalë. Jam shumë e mahnitur nga ky vend që po e vizitoj për herë të parë. Shumë turistë të huaj kanë vizituar edhe destinacione të tjera në Shqipëri si Gjirokastrën, Ksamilin, Tiranën dhe Valbonën. Megjithatë, ata shprehen se Syri i Kaltër është ndër vendet që i ka impresionuar më së shumti për shkak të bukurisë së tij unike dhe pastërtisë së jashtëzakonshme të ujit. Është herë e parë që ne jemi në Shqipëri dhe kemi ardhur këtu pa pasur ndonjë informacion të qartë se si është ky vend, por po, jemi të befasuar dhe në një mënyrë shumë pozitive. Natyra është shumë e bukur, ka shumë male të larta dhe për ata që pëlqejnë ecjen malore, Shqipëria është një vend i mrekullueshëm. Gjithashtu kemi pasur akomodime shumë të mira dhe jemi ndjerë shumë lehat gjatë qëndrimit tonë në Shqipëri. Ajo që kam parë është një spektakël i vërtet natyror si ky i Syrit të Kaltër.